Mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Nafta sot shitet për 1.84 cent litri si pas vendimit të publikuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Në vendimin e publikuar, çmimi maksimal i lejuar për benzinë është 1.44 cent, kurse për gazin 89 cent. Qytetarët e konsiderojnë të papërballueshme situatën pas shtrejtimit të naftës dhe derivateve të saj, duke kërkuar stabilizim të çmimeve. Qytetarët shtrejtimin e çmimeve të naftës e lidhin me krizën globale që erdhi për pasojë të luftës në Iran. Nusret Sopaj pohon se në të gjitha produktet ka rritje të çmimeve, por që siç tha, duhet t'i përballojnë. Nafta, gjonët ushqimore, kretur vështirësi tepër e madhe. Po duhet të një përballuar që shpa mund. Pa e përballojnë ka pak me penzie. Të papërballueshme këtë situatë e sheh Shemsi Haliti, i cili shpreh ndinjatën ndaj institucioneve. Vështira me i përballu, po disi njeri po duhet më gjindë edhe ekonomikisht shteti këtë të i bënë. Si më s'kishtet, atë bohën sanet këtë shtajtohen. Ndërsa Mirsad Krasniqi thot se qytetarët duhet të kenë më shumë kujdes gjatë shpenzimeve. Ti ullim ato shpenzime, se kemi ardhur me vetur, mos vime me vetur, domethënë të vijmë me autobus, sepse nuk ka pikë ku nuk shkon autobusi. Ku nuk është mundesh me kaluar të zon rrugën Prishtinë Fushë Kosovë, është vetëm shofer është. Kështu është edhe në Prishtinë, kështu duhet të jetë edhe në këtë Kosovë. Alianca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësimin se mbi 40% e mjeteve të dedikuara si pagë 13 për sektorin publik ka përfunduar jashtë vendit në fundjavë. Ndërkohë, opozita thot se qeveria ka bërë diskriminim të sektorit privat duke përjashtuar nga paga e 13. Rreth 85.000 të punësuar në sektorin publik kanë përfituar nga paga e 13 që u nda nga qeveria e Kosovës me një vlerë prej 75 milion euro. Por në këtë mas nuk janë përfshirë edhe punëtorët e sektorit privat, por qeveria tha se do të përgatit një pakë ndihmëse për të përballuar inflacionin. Megjithatë, vendimi për pagën e 13 për Aleancën Kosovare të Bizneseve ishte shqetësuese, me që siç tha, pavarësisht qëllimit social, rezulton të jetë i paefektshëm dhe i pa targetuar si duhet. Sipas vlerësimeve të AKB-s, rreth 40% e këtyre mjeteve kanë ikur gjatë festave dhe fundjavës jashtë Kosovës, kryesisht në Shqipëri, Maqedoninë Veriut, Maltëzi dhe Greqi, duke bërë që një pjesë e konsiderueshme e parasë publike të mos ndikojë në zhvillimin e ekonomisë vendore. AKB tha se efekt shumë më të madh do të kishte nëse paratë do të orientoheshin drejt mbështetjes së sektorit privat, rritjes së prodhimit vendor, subvencionimit të investimeve apo përkrahjes së bizneseve që krijojnë vende të reja pune. Sipas AKB-s, trajtimi pa barabartë me sektorit publik dhe atij privat krijon disbalans në treg dhe dëmton konkurrencën e drejtë. Në një kohë sfidash ekonomike dhe rritjeve të çmimeve, institucionet duhet të fokusohen në politika që mbajnë kapitalin brenda vendit dhe gjenerojnë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Reagimet ndaj dallimeve të punëtorëve të sektorit publik e atij privat kanë shprehur edhe sindikatat e pavarura, që e kanë cilësuar këtë si diskriminuese. Qeveria vendosi ta jap pagën e 13 për sektorin publik duke përjashtuar vetëm disa nga institucionet e pavarura, si një premtim para zgjedhor të partisë në pushtet. Ministrat e saj mbrojtën vendimin për përjashtimin e sektorit privat nga paga 13 me faktin se janë punëdhënës të sektorit publik, por vendimi për përjashtimin e sektorit privat nga paga 13 u pa nga shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, si dëmtim i konkurrencës dhe nxitje e migrimit. Vendime si ai për pagën e 13 janë ndërhyrje direkte në tregun e punës. Qeveria duhet kuptojë se punëmarrësit në sektorin publik e privat nuk guxojnë të diskriminohen. Përjashtimi i sektorit privat nga kjo masë është mesazh i padrejtë për një sektor që është ndër kontribuesit kryesor në buxhet, por trajtohet si i pavlerë për rishpërndarje. Në vend të partneritetit me bizneset, qeveria po dëmton konkurrencën dhe po rrit pakënaqësinë dhe pikërisht kjo qasje po ushqen migrimin masiv. Aktualisht në sektorin privat vlerësohen të jenë rreth 150.000 të punësuar dhe buxheti i Kosovës kryesisht financohet nga sektori privat, duke mundsuar financimin e pagave, investimet kapitale dhe subvencionet.
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Driton Hyseni, është optimist se brenda fatit kushtetues mund të gjendet një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Ai u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike që të bëjnë përpjekje për evitimin e zgjedhjeve. Mendoj që takimet kanë këtë synim, të gjejmë një gjuhë të përbashkët, të dalim nga le të themi kriza, e cila thjesht na përcolli përgjatë disa javëve të kaluara. Se ta kanë çështjes së presidentit, zoti Kurti, kryeministri, do të vazhdojnë me takime edhe do të synojmë që të kemi një zgjidhje sa ta kanë çështjes së të parit të shtetit. Është vështirësuar çështja e marrëveshjes pasi nuk pat një rezultat as takimi me Abdi Gjikun, po DK-ja kërkon ftesë zyrtare. Jo, unë mendoj që jemi në rrugë të mbarë të shterim të gjitha mundësitë. Tani kemi kohën përpara, janë edhe shumë ditë të cilat janë dispozicion, dhe unë mendoj që secili nga aktorët politik duhet ta bëjë maksimumin e vet që të vijmë tek një zgjidhje sa ta kanë kriju të shtetit dhe të evitohen zgjedhjet të cilat nuk janë të dëshirueshme për askënd. Ndërsa Jakub Nura, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, ja rikujton kryeministrit Kurti kushtin për të bashkëpunuar për zgjedhjen e presidentit të ri. Thotë se në një marrëveshje të mundshme, PDK-ja duhet të propozojë kandidatin për president, pasi sipas tij është e dëmshme për Kosovën që Lëvizja Vetëvendosje ta ketë edhe postin e presidentit. Edhe rreth 16 ditë që kur duhet të zgjedhet presidenti sipas afateve kushtetuese. A sheni përpjekje serioze nga partia në pushtet apo kryeministri Kurti për të gjetur zgjidhje? Po, si shifet, bisedat janë fokusu tani më nga pozita apo pushteti me lidhjen demokratike të Kosovës. Mendoj se ato do të intensifikojnë ditët në vijim, do të vazhdojnë bisedimet dhe do të jenë më intensive, për arsye se Vetëvendosja si i konvenon që ta ketë LDK-n në koalicion apo në kombinim, për arsye se është një parti të cilën veç e ka sprovu edhe në herave tjera, një parti të cilën mendoj që ajo do të pësoj nëse futet në këtë koalicion, po siç duket kryetarit të kësaj partie është ka i intereson pushteti momentalisht. Pse nuk mund të ketë një bashkëpunim me PDK me Vetëvendosjen sipas juve? Në cilat rrethana është i mundur ky bashkëpunim për presidentin? Shqyqon, ne vetëm i kemi ofruar mundësinë e bashkëpunimit, ne i kemi seriozisht ja kemi ofruar opsionin tonë, të cilin mendoj që është konë jashtëzakonisht i nevojshëm dhe i volitshëm dhe për pozitën e tanishme të Kosovës ku gjendet, për arsye se 3 pozitat kryesore një partie politike e cila është tani në pushtet, mendoj që janë të dëmshme edhe për vetë lëvizjen Vetëvendosje, plus edhe për Kosovën. 3 pozitat kryesore Vetëvendosjen do e bënë një parti e cila do mendonte pastaj vetëm për vetë dhe nuk do të mendonte çka rregulloi për shtetin, për arsye se ajo do të rrinte në ato pozita komod, tu e ditë që i ka të gjitha pozitat. Politologu Albinot Maloku i quan të vënuara përpjekjet e kryeministrit Kurti për të arritur marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit të ri. Në një përgjigje për televizionin ton, Maloku tha se çështja e presidentit do duhet të zgjidhej përmes një marrëveshjeje politike përpara se të formohej qeveria e re. Sipas tij, aktualisht partitë politike kanë më shumë vullnet për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Më e mirë do të ishte që të kishim një intensifikim real të çështjes së zgjedhjes së shefit të shtetit, sesa të hapave të cilat po bëhen, këto takime, sa për të takuar, pa konkretizim të hapave të cilët duhet ndërmerren në gjendjen aktuale. Kjo situatë erdhi edhe si pasojë e veprimeve, flasëm para formimit të qeverisë së Republikës Kosovës, të subjektit më të madh në Republikën e Kosovës, e cila nuk pranoi, nuk njohu realitetin që çështja e zgjedhjes së shefit të shtetit do të jetë problematike dhe kjo situatë të zgjidhej para formimit të qeverisë, me marrëveshje politike, ndoshta edhe koalicion me njëri nga ose ndonjëri nga subjektet opozitare në vend. Për pasojë, më shumë shoh aktualisht një vullnet për të shkuar në zgjedhje të parakohshme,
sesa që çështja të merr formë në konstelacionet aktuale politike në Republikën e Kosovës. Mbi 100.000 qytetarë brenda një muaji kanë nënshkruar një peticion në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag përmes formave fizike dhe online. Kryetari OVL UÇK-s Hysni Gucati bëri të ditur se peticioni pritet të dorëzohet në Hag në fillim të muajit maj, ndërsa nënshkrimet ende po vazhdojnë të mblidhen edhe nga shqiptarët në rajon dhe diaspor. Sipas tij, ende nuk janë përfshirë në nënshkrimet nga Tirana, Shkupi, Mali Zi, Presheva dhe Medvegja, për cilat pritet një numër i konsiderueshëm. Gucati theksoi se iniciativa ka nisur rreth një muaj më parë dhe pavarësisht vonesave për shkak të protestave, është arritur një mobilizim i madh qytetar. Në 27 vjetorin e rënjes së dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Doganaj të Kaçanikut është mbajtur akademi përkujtimore ku janë nderuar të rënët për liri. Kryesuesi i Kuvendit Komunal, Selajtin Troni, në 27 vjetorin e rënjes së tyre, tha se sakrifica e dëshmorëve, vuajtja e martirëve dhe gjaku i fëmijëve të pafajshëm nuk mund të harrohen kurrë. Në këtë ditë shumë bi dhe bija të këtij vendi u ndan padrejtësisht nga jeta duke u bërë dëshmorë dhe martir të lirisë. Ata ranë që ne sot të jetojmë të lirë, ranë që flamuri ynë të valoj krenar, ranë që fëmijët tanë të rritën në paqe dhe në dinjitet. Por sot me dhimbje të veçantë, kujtojmë edhe fëmijët e pafajshëm që u vranë në atë ditë të zezë, fëmijët që nuk arritën të rritën, që nuk arritën të ndrojnë, që nuk arritën të jetojnë në jetën e tyre të sapo filluar. Zëri i tyre u shua, padrejtësisht për kujtimi i tyre do të jetoj për herë në zemrat tona. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, Fahri Demnika, tha se e vërteta për krimet e kryera në Kosovë nuk duhet të harrohet e lëre më të shtrembërohet. Në atë ditë të errët, forcat ushtarake policore serbo-malazeze ushtruan një dhunë të pamshirshme ndaj popullit të pafajshëm. U sulmuan fshatrat Slatin, Pifek, Caka, ditë u vranë 14 civil, që tash u shndruan në martir. Ëndrat e shuara ishin para kohë. Po atë ditë ranë heroikisht edhe 2 luftarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke mos kërcyer edhe jetën për lirinë, ndërsa një tjetër edhe u plagos. Sot nuk jemi këtu vetëm për t'i përkujtuar, por edhe për të dëshmuar se ajo që ndodhi nuk do të harrohet kurrë. Ne si veteran e dim çmimin e lirisë. E dim çfarë do të thotë të luftosh me sakrificë dhe me besim të palëkundër. E dim se çdo hap drejt lirisë është i larë me gjakun e dëshmorëve dhe të martirëve. Këta njerëz nuk janë vetëm kujtim, ata janë edhe amanet për brezat që Në këtë përvjetor mes emocioneve foli para të pranishmëve dhe djali i martirit Vesel Elezi Agoni. Sot ndjem i përullur dhe nderuar të kujtoj vlerat e prindit tem Dr. Vesel Elezit dhe 18 burra dhe djem të këtij fshati që dhënë më të vlefshme në vendit tonë jetën, duke kujtuar që gjeneratat e reja dhe mundësit për të ardhmen tonë. Gjithashtu dua të falenderoj gjithë të pranishmit, më falni për emocionet, dua të falenderoj të gjithë të pranishmit dhe faleminderit për një fjalë rasti. Në këtë manifestim përkujtimor morën pjesë familjar të martirëve, veteran të luftës dhe përfaqësues të komunës së Kaçanikut. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim.